ftojmë një dyshe për të ndarë çmimin e radhës, është Blerta Gashi Sferkaj nga portali Parotlla dhe Besnik Kojqiqi. Mirëmbrëma, shpresoj që po kaloni mirë gjithë. Jemi sonte për me ndonë një çmim shumë special. E kisha lënë doktorin pak me fol. Mirëmbrëma, shpresoj që po kaloni mirë. Këngëtarët e muzikës popullore kanë një të mirë që i gëzojnë njerëzit në prahenqe, në për dasma, në për koncerte ndryshme. Mirë po, një pjesë e tyre dhe smurën. Mirë që jemi ne kartikërët edhe i qërojnë. Faleminderit. Besoj që e kuptuat që është fjala për këngën më të mirë popullore, atëherë ndjekim nominimet. Zhurma Video Music Awards, çmimi popullore. Atëherë, çmimi për këngën më të mirë popullore shkon për Hysniu Xeni Enkelida, Tradita Shqiptare. Mirëmbrëma gjithëve, mikrofonin ma dhanë mua si vëndase. Faleminderit shumë për çmimin, faleminderit Ziko për këtë organizim si gjithmonë mjaft të kujdesshëm dhe spektakolar, ndërkohë që po e pasoj topin. Përshëndetje të gjithëve, shpresoj që po kaloni mirë. Faleminderit Zhurma Show për këtë spektakël që ka organizuar. Faleminderit shumë. Atëherë mirëmbrëma. Falenderoj televizionin Ziko që sjell këtë ambient kaq të mrekullueshëm mes gjithë kolegëve të mirë. Mund të japim me këtë edhe këtë. Faleminderit. Edhe diçka tjetër, doja të falenderoja kompozitorin e këngës Walter Beqo, gjithashtu dhe për klipin Video Art. Faleminderit. Si goca më e bukur e grupit po e marr unë këtë. Më lejoni? Faleminderit.